Realisht, ripërsëritja ime aq e shpesh në brenda Big Brotherit, kjo është top sekret nga ana ime, se ka qenë një strategji që unë e kam përdor. Arsye që unë kam qenë aq shumë ripërsëritse është për të vetmin fakt që të humbisja kohën televizive të tjerëve për angazhimin e tyre para kamerave. Okej. Dhe unë thjesht do ripërsërisja veten time vazhdimisht, që t'i sfumoja të tjerët para kamerave, sado që të bësha e mërzitshme, nuk më interesonte fare se unë e dija qëllimin që kisha shkuar aty. Dhe qëllimi që kisha shkuar unë aty, nuk kisha shkuar që të krijoj një shoqëri apo të krijoj diçka më të afërt me të tjerët. Sepse këta gjëra i kisha lënë gjitha për përjashta. Brenda një reality show nuk mund të krijosh shoqëri. Të gjithë ata që formojnë fjala shoqëri brenda një reality show dhe shpallin veten që janë shoqëri, janë të gjithë skematik, janë të gjithë falc, sepse kur dalin aty përjashta janë pikërisht ata që rrin më afër njëri me tjetrin, që ja fusin shkelbin njëri tjetrin. Dhe janë pikërisht ata që nuk krijojnë shoqëri brenda një reality show dhe kur dalin janë akoma më afër njëri me tjetrin. Dhe diçka që kam kuptuar, një gjë shumë interesant nga reality show, nga eksperienca ime, të gjithë ata që të shajnë para kamerave, janë ata që të lëpihen mbrapa kamerave. Këtë gjë të paktën e flas nga eksperjenca ime personale. A na tregon disa emra për shembull? Të gjithë ata që kanë shajtur vazhdimisht për mua dhe për raportin me mua, dhe që kur nuk do të kenë raport me mua, dhe të gjithë ata që kanë pretenduar sikur palet çfarë raporti kanë me mua, janë të gjithë falc, janë të gjithë gënjeshtar, dhe janë ata që kur shohin mbrapa kamerave të lëpihen dhe të luten nga mbrapa për të realizuar interesat e tyre. Emra. Jo, s'flas dot emra. Kush e kupton, e kupton. Unë tu kam ardhur që t'i jap vetes time plus dhe të të respektoj ty dhe nuk kam ndërmend në asnjë mënyrë që t'i jap akoma më shumë peshë dikujt tjetër.